je gazetar, e që to si dina. Po ma krason Edi Ramën, ti po ma krason Edi Ramën që ka bën 4 vitet e fundit që ka mandati i tretë i tina, e po do me krason Ramën në kurtën i cili e ka një mandat. Se s'ka një mandat. A e ka unë votën. Se me këtë logikë është Ose nuk ka arrit me elektoratin e vetë lëvizjeve vendosje që ka bë punë të mirë. Cila, një punë. Nuk ka arrit me bin, nuk ka bë punë të mirë që ka premtu. O kur gjohë ka bë sëramje. A ja ti premtim. Vullnet gazetari, një premtim që ka realizuar. O një bre. Po duhen me të përgjigjsh ty sa premtime. Shikuzve, lema mu. Një premtim ka udhoma edhe një që ka realizuar. Nëse ma gjen. Nuk mund të krahasu Ramën që ka investuar çka 4 vitet e fundit. Po krahason sa politikan kjo palaço. Ktheote më, cili është politikan kjo palaço. Ktheote mandati i parë i Ramës. Ç'është ka bë? Rilindja urbane, ta ka transformuar çdo qytet në Shqipëri. Ti ka bërë qytet në kuptimin parën mandat. Vetëm gastojnë në Shqipëri se Rilindja urbane, ta ka bërë librazhin me qendër. Ta ka bërë mandatin e fundit. Ka hek Lazaratin, e ka pru krejt sistemin e drogës, e ka bërë kanë në përshitni. Rilindja urbane u bën mandat parë. Rilindja urbane, cila rilindja urbane? Urbanizmi në Shqipëri, Edi Rama. Edi Rama ka urbanizmi në Shqipëri 4 vitet e para. Para, po. 12-17. Shko qytetat me Shqipërisë. Librazhdin, Kuksin, Borrelin. Zhvillum janë ato. I ka bën me infrastrukturë moderne për kohën. Po është më i miri. Se kush? O kon zafër, o kon primitivizëm, o kon mal, o kon vegetacion, i ka bën shtete. Po Raman, mana parë. Ka shtruar asfalta? I ka rilind, ka bërë linjë urbane, ka ndreq qytetën kuptimin e një fjallës. Ky kur gjas ka bërë. Zoti Kajtasi. Na sonte përveç tjera që jemi të folë edhe të bë krahasim mes Edi Ramës edhe këtij Qyryku ton. Edhe dallimi është sikur nata me ditë. Po që është dallimi? Prej ditës që është zgjedh Edi Rama në 2013-ën, vazhdimisht i ka rrit votat. Dhe pse i ka rrit votat? Pse i ka rrit përqindja? Shqipnia ka vlerësu që ashtu. Na kur nuk muj me pa Shqipnin drejt, që shëshojnë qytetarët atje. Unë kam vrejtje tepër të mëdhaja në raport me zhvillimin e demokracisë në Shqipni. Në raport me mediat. Pajtona këtu. Mediat kryesore në Shqipni janë pjesë e oligarkisë. Top Channel klani janë pjesë e oligarkisë në Shqipni. Dikush e kontrollon një kull, dikush e kontrollon një plazh, dikush krejt dihen këto. Tash, në raport me demokracinë, unë kam absolutisht vrejtje në Shqipni. Unë them çdo ditë, inshallah nuk bëhemi sikur Shqipnia në raport me gjyqësorin, në raport me mediat, në raport me demokracinë. Ne jemi shumë mirë, jo shumë mirë, shumë fish ma mirë se sa Shqipnia. Jemi konë, si jemi me Kurtin. Jemi. Ja si jemi. Ja nuk je, bebi. Ka dole. Kurti provon me ndiku, a ndikon. Tu është esenca. A për ndiku problemi, i dash me tutë jo. Veç i mungon fuqia, se nuk i mungon dëshira. Dëshira jo problem. Po unë e vishë që thamë Albin Kurti. Dëshira se cilët politikanë është ashtu. Apo me ngushu demokracina. Po, se gjema një politikanë i cili nuk e ka për qëllim i shtin mediat. Na kemi ka politikanë që s'na për qëllim të shtin Amerikën. A është Amerika që si një... Soshe vërtet. Soshe vërtet. Në Amerika media që kanë qëndrim editorial pro Trumpin, kundër Trumpit. Po dhe janë. Po se me Trumpin janë se me demokrat. Albin Kurti ka tendenca me na kontrollu. Po ka media, politikan e ka qëllim. Jo, se ka, jo.